Si e? Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Duhet të ndihem shumë e vlerësuar që ti gjete kohën edhe në vazhdon e gjithë këtyre koncerteve me gjitha? Të gjitha, pa rezerva. Do të them që se e vërteta që për disa arsye, jo shumë madhore, po ndoshta edhe të parëndësishme, po unë kam gjykuar që të mos jem shumë prezent në për intervista, edhe në për emisionet të ndryshme, të formateve të ndryshme, po ti këtë radhë kishe mikun e fort. Përshëndesim atë mikun tonë. E përshëndesim me shumë bëri të mundur. Me shumë respekt, edhe është një mik, të paktën për mua që unë surprizova që ai mori në telefon dhe ma kërkoi këtë gjë. Edhe ishte pa diskutueshme, po më pëlqen vibe që ka këtu dhe shpresoj që do kemi një hapësirë të bukur kështu. Pa ishte i bindur që ti do kënaqesh, se ndryshe nuk do të rekomandonte. Kështu që ti je i sigurt. Paktën mos e zgënjejmë. Të shërbejon? Me shumë kënaqësi. Tani kjo, edhe unë nuk jam konsumator i mirë i verës, po kam përshtypjen që kështu, duket se kështu bëhet bira. S'ka gjë. Rëndësishme ta mbushi. Okej. Që në atë masën e kem mbushur perfekt, kështu që është në rregull. Nëse ti nuk do vjerë, ne të ofrojmë edhe pije të tjera. Tani unë po respektoj për momentin formatin, pastaj gëzuar, edhe shumë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Shpresoj që do kemi gjë të bukur. Unë nuk kam shumë eksperiencë me të gatuarin. Jam një periudhë shumë të mirë të ngrënies, i kam zgjënjer shumë njerëz të këtë fundit sepse jam shëndoshur, kam marrë pak peshë. Ndryshe nga pak kohë përpara kur unë bëra një ndryshim shumë drastik në peshë kur humba shumë kile. Edhe si të reagimi atëherë, se ndonjëherë thonë jo, se ishe më mirë ashtu siç ishe. Po shiko, një gjë që mua nuk e kam thënë ndonjëherë, po e them tani për të parë, një gjë që mua vjen shumë inat atë, është shiko se unë kam bërë ndryshim shumë të madh peshës, domethënë unë kam qenë 146 kg, edhe kam shkuar në 93. Edhe ajo ishte një periudhë shumë e vështirë për mua dhe e bukur në të njëjtën kohë, sepse unë vërtet bëja stërvitje dhe mundohesha që të ruaja këtë pjesën e kalorive. Edhe pjesa më e madhe njerëzit më thoshin ti ke bërë ndërhyrje. Kjo ishte ajo mua nuk më pëlqente, po më bënte shumë agresiv, thosha paktën më mirë mos ma thon fare, mos e besojmë, po të mos ma thon fare. Që i mundi që ti po tani kam marrë pak, jo pak, po kam marrë mirë kile, po jam duke e lënë këtë muaj dhjetor kështu të shkoj si të shkoj, sepse e di që në janar do të filloj përsëri regjim. Dieta fillon gjithmonë ditën dhe gjithmonë në janar. Unë janar nuk e di që kështu ndodh gjithmonë, por në janar sepse paka shumë dihet se si është kjo periudha për ne është. Tani jemi në periudhë festash. Janari për mua është muaj më i qetë që mua më bën të filloj atë startin e ndryshimit që të jemi përqendruar. I motivuar me që të kem hapësirë, të kem kohë, të jem pak më bosh, po themi, në ditën time, në kuptimin me angazhimet, me studion, me live-et, me çdo gjë tjetër. Edhe pastaj sa të filloj të marr atë rrugën, se pastaj di se si vazhdon. Do shkojmë në kuzhinë. Ti më thej që nuk pëlqen shumë të gatuash dhe nuk i mbenjohesh shumë, por edhe për efekt koha unë e kuptoj dhe të mirë kuptoj. Por receta që ne kemi zgjedhur sot është shumë e thjeshtë dhe duke menduar që jemi edhe në prag festash. Mund të jem një vëzhgues shumë i mirë i recetës së sotme, me ndonjë ndim të vogël, po. Do të bëjmë një antipast, edhe unë antipastat i kam shumë për zemër, kështu që ti thjesht do më suportosh mua. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ka mund të filmohet kjo pjesa këtu, po mua më vjen shumë keq që ta prishim këtë pikturë kaq të bukur. E le fare dhe më flasim po. Po, unë them që këto të gjitha bashkë, të miksuara, dalin dhe më bukur. Tani një pyetje kam unë për te një restoranti apo një kuzhinë profesionale. Në shtëpi ndodh ndonjëherë që të jetë kaq pastër, po themi, përpara se të gatuhet në këtë mënyrë apo jo? Unë në fakt gatuaj rrallë, nuk gatuaj shumë në shtëpi, po kur gatuaj më pëlqen kjo mise en place të jetë i sistemuar, të janë gjërat në rregull, se më jep kënaqësi që po gatuaj, ndryshe pastaj nuk merrem. Po ta shpjegoj pak më parë, se të fillon emisionin, unë pata një eksperiencë shumë me vete për të gatuar në një periudhë para disa kohësh. Edhe më ndodhi që duke u përpikur kështu, duke parë në internet diçka, çfarë mund të bëj për shembull, me çfarë më ofron edhe internet. Megjithëse në internet ka gjithçka tash po. Edhe
Nga të thonë diçka, ushqim me diçka dhe kur vinte pasaj momenti që unë e kisha mbaruar mua, s'maheshe mua, nëse i kisha mbaruar domethënë atë nepsin le të them. Po ishte kjo periudha që ti humbe kile? Jo, ishte fillimi kur unë, se shikoj se edhe kjo pjesa e dietës edhe sportit edhe stërvitjes, erdhi moment që pse unë hoqa pak dorë. Hoqa pak dorë sepse filloi të bëhesh shumë rutinore dhe unë nuk i kam qejf gjërat kur bëhen rutinë, kur bëhen me pa dëshirë, kur bëhen kështu, nuk i kam edhe. Tani mendoj që kam arsye të forta, ndoshta edhe për shkak të faktit që më pëlqen të jem pak më në formë, megjithëse s'ka asnjë gjë edhe për personat që nuk janë në formë, mjafton të ndihen ata mirë me vetë e tyre. Më pëlqen sepse më ka marrë malli për stërvitje, më ka marrë malli për natyrë, më ka marrë malli për ecje, edhe që të jem pak i kujdesshëm ose të bëj një lloj menaxhimi më të mirë të ushqimit. Po edhe ti përkushtos. Ajo është adrenalinë vetën, për njerëzit që e bëjnë shpesh, është adrenalinë e mirë. Kur shohin rezultate në fizik, në pamje, në Po duhet kuptuar që koha juaj është kaq e limituar. Edhe ju nuk arrini ta bëni dot atë rutinën e shëndetshme, t'i bëni orët e gjumit, të bëni ato vaktet në një farë orare. E kam dëgjuar shpesh që nuk kemi kohë, ne kohë kemi. Po çau. Njëri na mungon regjimi. Pra, nuk mundesh, se ty kjo orari njërë të zonë avion, njërë të zonë aeroport, njërë të zonë regjimi më shumë të që ne ushqemi në orët kur gjithë pjesa më e madhe e njerëzve flen gjuhën. Pra, unë mbas ditën time kam orën 10-11 natës. Dhe darkën time kam orën 4-5 mëngjesit. E kupton? Dhe shtrihem për të vjetën orën 6, ndoshta edhe 7. Prandaj them ju keni kjo është ajo gjë që mua nuk i jap kohë organizmit për të bërë atë procesin e tij. Keni një cikël tjetër. Na falni se po flasim për ju, kur ndjes po. Kështu që arti ka sakrificat e veta edhe këto janë dhe pasojat. Si do ja nisim tash? Ne do ja nisim, ne sot kemi pra siç do thash do bëjmë një antipast, i cili quhet vitello tonato. Është një recetë italiane, një antipast e lehtë, e thjeshtë, e këndshme, që edhe në rast festash. Po pse është e lehtë kjo apo? Po sepse ka shumë pak. Sa bën dot me shumë kalorinë në këtë, meqense jemi akoma 10 orë, s'ka ardhur janari. Po jo, po ta ha me bukë. Okej, gjyej bukë me mish. Kur them e lehtë sepse është antipast, sepse ajo to elementet ajo i ka, nuk është se i mungojnë, në fakt. Është mustardë? Ajo është mustardë, këtu kemi ton, këtu kemi acciughe, kaperi, majdanoz, qep, limon, karrot, erza shtesë, po gjithashtu kopër edhe majdanoz pra. Perfekt, edhe vezët aty. Fileton e viçit që kemi shumë të rëndësishme edhe na shoqëron. Në pamje që nga fantastike. Gjithmonë, po, s'mund të ishte ndryshe, sepse ne kemi një partner shumë të mirë tek gjithë produktet e mishit. Unë se dija këtë, po e thash vërtet se qeu. Fix Premium, cilën gjej rastin ti falenderoj, që janë gjithmonë suport i gjithë food lovers në tërësi. Dhe procesi që ne do të fillojmë është që të fillojmë me vlimin e ujit përpara, sepse fileton bashkë me perimen do ta kalojmë që të marrë pak zjerja përpara. Po shikoj. Po ç'keti, unë do të them ty se çfarë do bësh, ti do t'i bësh me shumë dashuri. Po jo. Me frikë madhe, mos gaboj. Po shikoj, besoj për njerëz që nuk kanë eksperiencë shumë të madhe në gatim, lejohet edhe kjo. Mjafton energjia nga ne. Absolutisht. Kur thonë që i paske bërë shumë të mirë, e ka bërë me shumë dashuri në fakt. Po në fakt këtë e garantojmë, çdo ta bëjmë, pastaj si do ta presim mishin nuk e di, po me shumë dashuri po. Unë desha të gjej një recetë që mund të ishte ose nga Korça ose nga Shkodra, po e vrava shumë mendje dhe nuk dola dot në një gjë se ose do të bënim do i taf krapi që do na merrte shumë kohë. Edhe ti s'do të bashkëpunoj aq shumë. Çka tava e krapit kam përshtypjen gatohet edhe shijohet më shumë ti në Shkodër. Këto eksperimentet në televizion, meqense ti ke prejardhje shkodrane, kam përshtypjen që nuk dalin dhe suksesshme. Këtë e them për gjitha vendet. Unë kam disa lokale në Shkodër, në zonën e Shirokës, që me zipres të shkoj, ti jap vetes mundësi. Që të konsumosh ato recetat e tua. Që të konsumoj tavën e krapit është, madje para disa kohë është zona histori. Edhe unë nuk e kam pak bezdite të postoj kështu tavkrapi ushqime, po në atë ditë nuk i rezistova dot, edhe e hodha në story, në Instagram, edhe shkruajta, si nuk mu mërzit e jerë maj dreq, si nuk doli e për shefit maj dreq, edhe pati shumë reagime, sepse gjithë ata që më njohin e dinë që unë jam
jam person që jam jo vetëm i lidhur shpirtërisht me Shkodrën, po edhe me zipres që të shkoj sepse më pëlqen shumë edhe gatimet, edhe me Korçën gjithashtu. E ndjen veten më shumë shkodran apo korçar? Po kjo është pyetje që mua më ndjek kështu, bukur mua ky, më ndjek në gjatë fakt. kohës. Shiko, unë nuk kam turp të them nga e ndjej veten, mirë po nuk është se është fiks kështu si e ndjej unë veten. Për shembull, unë jam rritur në Korçë, mjaftueshëm kam marr kohën time në raport me Korçën, pra kam kaluar shumë kohë në Korçë. Shkodra ka qenë gjithmonë që më ka munguar pak më shumë, kam patur një bab, edhe kam një bab shkodran që nuk ka folur kur si korçar në shtëpi, ka folur gjithmonë në dialekt. Dhe ne për shkak të faktit që jetonim në Korçë, sa herë që shkonim në Shkodër, gjithë familja e babit na mbanin shumë mirë. Dhe jemi rritur pak më shumë në vëmendje. Dhe këtu ka nisur pak ndryshimi midis Korçës dhe Shkodrës, që unë mezi prisja të shkoja në Shkodër sepse dija që aty do na prisin, do rinim shumë njerëz në familjen. Bëni festa ato kur shkoni ti. Dhe pastaj kur unë u rita me Shkodrën pata përtej kësaj marrëdhënies emocionale që lidheshe me familjarët e mi, pata ndjesinë si artist sepse bashkëpunimi me Bujar Shamilin mua më hapi ide shumë të madhe në Shkodër. Ty të riktheu Edhe jam me fat që kam patur gjithmonë një, le të themi me modesti, kam patur një dashamirësi shumë të madhe në atë qytet. Si me thonë, i du dhe m'dun. Kjo është e rëndësishme. Ti duam dhe të na duan, është dhe më e rëndësishme. Do më fillojmë ne apo? Do të filloj kjo. Por megjithatë, përpara se kjo të... Pse vendoset ujë në fillim, a? Po. Shikon? Unë për shembull, bëhet me vaj. mund ta kisha vendosur edhe më përpara, po ke parasysh, nuk kishte vajtur mendja që ky ujë duhet vluar, duhet marrë val përpara se ne të hedhim këto gjërat e tjera. Megjithatë, unë këtë kripon po ja hedh. Kujt? Edhe ujt në këtë rast. Po i hedh një çik krip. Duhet mësoj diçka tash edhe. Pra hidhet klik Po ujë. ti duhet ta mësosh në fakt. Okej. Se duke e parë kështu live, Po klipa po se hidhet ujë apo? ne në Food Lovers bëjmë kurse gatimi. Kuptova këtë gjë, kuptova. Mua më pëlqen shumë ambienti, vibe, duhet të jetë shumë bukur kur ka njerëz. Po. Edhe kur mbi gjitha ka njerëz që janë të interesuar për të gatuar, edhe pse jo, edhe pastaj energjia e njerëzve bën që të kalohet bukur, të më merr mendja. Po shumë nice vendi, arredimi, ngjyrat. Unë jam pak kështu fanatik i ngjyrave, për shembull këto ngjyra mua më pëlqejnë. Ka disa vende të tjera që kanë shumë prezencë ngjyrash të forta. Ne kemi Edhe luajtur. aty unë jam pak Kemi luajtur që ta bëjmë shumë të ngrohtë dhe shumë mikpritse për gjithë Food Lovers-at që mblidhen këtu. tash nuk premtoj do vi ndonjëherë apo jo? Po Kur të mbarosh kam dëshirë që të vi. koncerte. Sa do ndodhin? Një nga gjërat e tjera që bëjmë është që kur ti do të mbledhësh miqtë tu, por nuk do t'i çosh në shtëpi për të bërë rumuj në kuzhinën tënde, vjen dhe bën rumuj në kuzhinën e Food Lovers, edhe gatuan ti Po për sa ta. nice. Edhe kjo Që nice. mblidhi krejt Po shoqë. Po kështu për shembull ata që mblidhen te shtëpia ime dhe që i porosisim gjitha gjërat e gatshme apo nuk i Ti llogarisim. ftoj Fillojnë miq, natyre ti njerëz. ftoj miqtë dhe thuaj të gatuajnë ata për ty. Tani, unë kripi hodha se normalisht kripa na duhet për shije, nuk jam dot gjërat pa krip, po edhe periodin që marrim nga kripa. Nëse ti do të bësh një punë, mund të hedhësh perimet që ne kemi bërë. Jo, nuk do të si punë. Okej, mirë, ti më mbaj më mua. Ti më mbaj më mua. Më thuaj çfarë të bëj? Më thuaj diçka. Atëherë do hedhim qepën, karrotën, edhe Ta hedhim selinon. qepën kështu siç është? Po, me gjithas. Një sekondë atë. Do bëjmë një gjë neve të dy që unë këtë gjë e di. Do laj mirë duart? Duart patjetër, përparsen se Se jemi në televizion prandaj. kuzhina ka rrek. Edhe në shtëpi. Po mirë, po. Ne Kemi jemi dhe në doreza televizion. nëse ti do të presësh ato. Ja, këtë përparsën ti mishra. duhet ma kishe dhënë që në fillim mua. Ja pra, ti nga mungesa e përparsës Po kjo nuk vajza po kish gatuaje. Mos na kap shumë Kjo ka në ardhur profil, të lutem, na kap më në përballë, të lutem. Ka ardhur rastësisht. Mateos, ky ujë është gati. Nëse Tani mund të pres pak qepët? Nëse keme dëshirë ti presësh, po. Ti mua më thua që këto nuk kanë nevojë të qep, po tash unë Një gjë do ta bësh ti se s'mund. këtë ditë ta bëj, kështu që aty pres aty ku E ke edhe këtë talierën tënde? Se i kemi gjërat e ndara këtu. Ja më kaq, Qaq mjafton. kaq di më bo. Mjafton. Për këtë do të gatuaje me shumë dashuri. Kush do ishte ai personi special që ti do gatuaje për të? Se shoh që e bën në mënyrë shumë të pa. Person, si di.
personi yt i dashur që po të thoshte gatuaj një pjatë për mua do ta bëja me shumë dëshirë. Jo, kjo është pyetje tjetër tash, ti më bëre pyetje tjetër mua. Këtë thash për kë do gatuaje, për një person special. Pra, për kë do gatuaje ti dhe pyetja që bëre e dyta ishte për kujt mund t'i bindesh e ti. Që të thoshte më bëj një dhe po, ty të bindem, po jo se po gatuaj me dashuri. Thjesht po të bindem. Do ta bëje me shumë qef pra, do të ishte një akt dashurie për dikë që është shumë special për ty. Do kisha dashur që, ja për shembull tani që mendova, për mamin tim të gatuaj, sa e ka gatuar gjithë jetën për ne, kështu që pse jo, një herë për mamin. Se kam bërë. Për mamin tim për shembull do kisha gatuar një herë me dëshirë. Për partneren, pse jo, po ne jemi natyra që na pëlqen kështu që të parësisim ose të nuk na pëlqen, nuk e kemi shumë atë gjën që do ulem tani dhe do gatuajmë ose ai gatuan her pas here, po nuk e di. E ke më Nuk e kam shumë, nuk di, nuk është se s'du, nuk di. Pra më duhet mësoj një herë. Çfarë duhet bëjmë Do të tani? jetim te karrotën? Ta pres dhe karotën? Selina. Po jo, është mirë, mos u lodh. E po më lërë tash këto që di, këto di ti bëj. Se për çfarë po bëj unë. Okej. Mirë, unë po pi verë, pastaj. Me një gjë do merrem edhe unë. Po s'ki marrë për punë ti mua, tani po kuptoj unë. Po, unë ju a them shpesh, si thonë, shakaja është gjysma e të vërtetës. Unë them, në Food Lovers nuk e hanë askush qyll. Duhet punosh edhe. Ja, po më duket mua, po unë deri tani jam shumë mirë. Ti super, kështu vazhdo, prit të gjitha perimet. Ja, u bëllë kjo. Edhe Selinon. Po tani? Selinon. Selinoja është kjo këtu. Po. Kemi edhe pak majdanos, po. Ja hedhim dhe atë. A ti bëj pak më kështu këto? Po bëj. E lere po të kesh edhe shtikën e shefit. Ja, më pëlqen kjo se ishte më e kontrollueshme, ajo kam përshtypjen që do më. Kjo është shumë Merret kështu komode kjo tash? në fakt. Po. Edhe po Po ra diçka? s'na prish punë fare, kështu që ti vetëm rri rehat që ti japësh vetes shansin. Ne jemi duke bërë me shumë dashuri, kjo është tani. Edhe me shumë pension në të Po, njëjtën të kohë. lutem. Selinon, Kush është Selinoja kjo? këtu. Po. Po vazhdo qeshin me mua njerëzit. S'di çfarë Selinoja. Po e mos si ti e pe kështu të grirë. E pra? Nuk e pe si që është Selinoja. E pa. Mua më lërë majonezën ta dalloj edhe sikur ta fshesh, ta dalloj me aromë. E ke fut në dollap. Kështu thuhet nga Shkodra? Jo, nuk thuhet kështu, ishte ja, unë historikisht kam pasur një marrëdhënie shumë të Do të më flasësh pak në dialekt shkodrane, bën dot, besoj? E, po duhet vi shumë neutrale, jo, shumë? e kam stërvitur, po duhet vi pak shumë neutrale. Në momentin që e kam kështu si detyrë shtëpie nuk vi. Ose në pjesën më të madhe të rasteve më ndodh për shkakun që kur jam me miq shkodran, Futesh në bëhet shumë Vjen shumë natyrshëm. natyrshëm ajo gjë edhe po nuk është se kam dialektin shkodran shumë e kam pak të mesëm, domethënë nuk e kam shumë të pastër, për shkak sepse shiko, unë pavarësisht që jam lindur e rritur në Korçë, kam ardhur në Tiranë 15 vjeç. Pra mua, si kohë qëndrimi më është bërë më shumë tani në Tiranë se sa në Korçë. Tani s'kas me Korçë, as me Shkodrën ti. Pra, unë kam, edhe ashtë më tepër pastaj që unë kam mbaruar dhe Akademinë e Arteve për aktrim dhe më është dashur që nëpërmjet fjalës artistike të kem pak më shumë atë gjuhën letrare. Edhe këtu pastaj më është bëj një lëmsh që Ne këtu do të fusim edhe ta pres edhe atë? Jo, na duhet e pa prerë se do ta presim pastaj. Ta bëjmë Nuk e feta ta pres atë. Ç'na gjeti? Po sepse do ta bëjmë në feta tolla pastaj dhe duhet që ta ruajmë një çik atë zjerjen, mos na zje gjitha, se në feta tolla na zjen shumë shpejt dhe na e heq atë kolorin e bukur që ai duhet Ti e mbajtur. di, po unë për punë kam ardhur tash ti e di. Hajde. Ç'a bëj? Ta hedhim? Do t'i hedhim këtu, po. Ta kap shumë dorë? Do Doreza. Jo, mos do dorë. Ta hedh kështu? Po. Wow. Edhe këtë. Okej, shumë mirë. Tani. Në këtë do ta lëm të ziej derisa mishi të shkojë 80 gradë. Kemi një termometër, kështu që do ta masim. A ishte termometri? Apo kjo është për të bërë të
Ai është termometri. Nice shumë. Dhe ndërkohë ne do bëjmë salcën. Kush ne? Unë. Kush janë ne? Dhe tash I po punoj unë. Ne si food lovers. Kush janë ne këtu? Kam dëshirë tash nuk e di, po më trego si ti bëje dhe unë kam qef që ti bëj. Se është e bukur më ta thashëm, po ti nuk më besove në fillim. Mirë tani. Do të qëndrosh aty ku ishe? Okej. Tani. Të marrim në Më duket se ti do më thuash të heq të bardhën me të verdhen. Atë se bëj dot. Jo, atë se bëj dot. Okej. Ka qenë madje kështu, është traumë fëmirie kjo, të lutem mos më ngatro me këtë. Të lutem. Kur thyja vezët Po edhe duhet bënim atë të bardhën, që ta bënim kështu vezë raur, quhesh ajo që bësh kështu e madhe e bardhë. Po, ajo me cimeren. Sa e mirë ka qenë ajo, zot me bukë, domethënë bënim si për shesh. Me bukë e di kush ishte që unë harrova këtë detajin që ne rrije e bardha, dhe unë e bëra herë bashkë me të verdhën edhe ngela e 20 minuta. E thashë edhe si e bënim kur ishit vegjël, pastaj kujtova që bënim edhe të bardhën. Ai ishte sekreti në fakt, nëse I binte qoftë edhe një pikë e verdhë ajo pritej dhe nuk bëjmë. Këto do ta hedhësh ti? Aty? Ja, hajde, tash edhe ti që. Më mësove keq, ë? Do më thosh atje mua tani. Jo. Tani, nuk është se po dukem kështu si mjeshtër, se as unë se kam praktikuar shumë këto. Tani do të ma jepe mua ti këtë... Po thash që ta bëje ti keq, mos ta bëja unë. Po, falë më e vajzë. Ti pas ke qëllimet e qarta? Po pra, po thash, po ja, hedh, po jo, nuk më shkoj. Pastaj do bëjmë kështu... Okej. Si quan më se... Shiko, është nga të vetmet herë që unë s'po guxoj do të flas shumë se kam mos... Si quhet kjo që vendosën tu edhe? Lirë shumë se të dual, është një tip mikseri. Mikseri? Do ta rrajmë. Po, ato do ta rrash vetë pastaj. Okej, ja këtu ma lërë mo. Do ta rrahësh ti. Tani, ti laj dhe unë pak duart, Po. në që se I bëra me vezë. Tani të bardhët, ja. Kjo? Vezët. Si funksionon kjo? Kjo duhet ndezej këtu, besoj. Okej. Do t'i bëjmë bashkë me mostardën. Dhe do të kryem majonezën, do t'a bëjmë vetë. Seriozisht se kështu bëhet majoneza? Po. Do t'i jedhim dhe vaj, po mbasi ti kemi rrahur mirë të dyja bashkë. Me ty e kam mësova si bëhet majoneza. Jo me të gjithë ju që po na shikoni, e kam vetëm me një person. Mësova si po bëhet majoneza. E shikon. Tani bëhet me këtë? Po, tani do t'a... Më lërë se ju në kësaj po letër. Ja, ta shja është I gjitha puna jote, se... Do 3 minuta, kështu që mos u dorëzo. Ja, këtë s'ma thepi mu. Nuk e kej den që gëzimi kam që kjo është po bëhet majonezë. E shikon. Shko unë majonezë ka patur që fëmi I mardheni, wow. Ndërkohë po I heq pak... Sa e kam shiu majonezën, o zot. A mund dëmë që emra produktesh fix të majonezës? Patjetër. Ajo tushe, ajo me tap tushe, ajo është. Ajo pëlqen të gjithmonë, O zot. Jo gjithmonë, vazhdon tjetë. Unë atë... Kush e ka parasysh majonezën tu? Kush e ka parasysh edhe atë plakën që është bullafiqe me atë kapelen në formë uje? Unë atë kam dashur ta bëj tatuazh atë grua. Asnjëherë nuk e kam parë kaq me detaje atë. Ajo është femra që mua më ka shoqëruar gjithë jetën. Ajo është gjithmonë në shtëpi. Ai imazh. Ne pas kemi gjetur një produkt që ti e dashke fort. Mbajmë dhe pak dhe pastaj do t'i hedhim vajnë, se kjo është një nga ato momentet më të rëndësishme. Se? Se punohet mirë pra, dhe është rezultati, gjopë se marrim rezultat maksimal. Ska gjë të mirë pa punë. Lutem. Ti vazhdo bëj, unë vazhdo I shtoj vaj, që e të kryoj dhe shiko si bëhet majoneza dhe ne. Vetëm kryoja pak që të marrë. Wow! Ja dhe këtë e mësova. Vetëm punoje, që ta marri gjithë vajnë, sot do ashtë majonezën e duart e tua.
Si duket e tash? Duhet punuar akoma. E bajte tash të ullona dhe... Do t'i jepim dhe një qik bajtë të bërë pak më e lëshme. Shikon sa vaj konsumon kur konsumon majonez. Po pra, te e bura repo. Nëse është gati, do të shtem bëjo, nëse do t'i shtem to të tjera. Kjeti tani? Tonin, acugën, kaperin. Si do, është gati? Besoj që po, se do t'i krijohet po një farë... Një farë... Pra, më falë, prapë unë do t'a bëj këtë? Se bëj unë tani. Jo, thjesht pyeta, për kuriozitet. Kjo është salsa që shoqërohet, bitilo. Me ka ike skishit, a? Kështu t'ju thoni edhe mere dhe atyre nga do vini, ne jemi shumë të lumë. Ti puntata e fundit, që s'do ketë, është të gjoj. Do t'i jepim dhe pak lëng limoni. Mua po më pëlqen shumë si edhe po vjen një lloj arome shumë. A ta bëjmë një meme tash në të dy bashkë? Patjetër. Si kanë thënë në të tilla raste? Po ju nga televizioni dëgjoni aromën, ndjeni aromën që ne po ndjejmë këtu. A do ndjeni shumë se ne? Po ja del me sukses. A ka në njëri që e bën vërtet të punë në restoran? Që është i dedikuar vetëm për shë? Që është shumë punë e lotshme. Kjo është një nga gjërat më minimale në kuzhinë. Po Të pse çfarë lutem është më e tani. rënda? Jo, çfarë është më e rënda? Kam vërtet. Më rënda është, duhet ketë shumë gjëra të rënda. Shefat kanë shumë përgjegjësira, kanë flukс. Ai që e bën këtë më besoj që u lot ka. Qërosh hudra për shembull. Po, ajo lot. Me kilogram, kështu jo pak, jo ty Të thelpi. bëjnë këto pjesë të bëjnë sop të Qërosh bëjnë. patate, të lash emën, sa ka kuzhina. Je mirë këngëtar. Tani, do ta provoj se çfarë është bërë aty. Do shikosh që? Një luk të pastër, po. Do provosh? Se provova përpara. Ha, si ishte? Ja vlen? Shikoj, shumë e mirë është. Për mua do dhe një qik lëng limoni. Do dhe pak. Sa mirë pas ka dalë. Ta baru këtë pasë? Ta çojmë shpizi. Ta çojmë shpizi trofë, urdhoni çka kam bërë unë sot. Të paketuar. Duke që se ka shumë vaj, po ka edhe tonin, ka edhe vezën, edhe bëhet pak e rëndë. Prandaj limoni e thyen. Këtu më kishe limon shumë i ëmbël, prandaj me zor po ja shia. Besoj që ajo tani është okej. Ndërkohë edhe mishi është bërë. Besoj, po. Kam përshtypjen që edhe me mishin jemi gati. Ç'thot mishi? Mishi mirë? Mishi është shumë në rregull. Po ta shohim çfarë temperature kemi shkuar. Ne nuk i kemi shtuar krip, po si kemi shtuar as piper. Të Do t'i lutem. shtojmë pak për Të lutem. aromë. Kur bëhet fjala për gabime, thua gjithmonë ne. Janë Unë harrova të thithja krip thuaj edhe në këto të mirë dhe në të keq ne bashkë do ta bëjmë këtë. Ta dish. Se thonë ne kemi harruar Se unë kam investuar energjinë time. Të lutem. Po, a kam drejt apo? Pastaj, ja, kjo bën gjithë punën. Të lum ty që bën gjysmore mikserin. Piperia jep gjithë shije. A është okej? Po. Ose edhe shumë. Edhe kripën. Tani jemi në përfundim. Këtu kemi bërë ujë me akull, që ta ftohim sa më shpejt fileton. Marrim një kapse. A mbaroj kjo? Mbaroj. Procesi apo? Mbaroj edhe procesi yt. Provojmë një qik. Që të shohim qik diferencën që i ka bërë
Shikoj edhe ti. Jo, Diferencët. s'ka gjë. Je i sigur? Nuk e nuajo. Fantastik. Shikoj, po. Shumë mirë. Tani ne fileton do ta kalojmë në ujë me akull që të ftohet, të mpikse. A dukemi këtu te kamera? Përshëndetje. Dukemi. Që ne ta presim kollaj në feta dhe ta servirim më në fund. Po, ma shpjego pak pse ti e vure në akull të, që të ftohet sa më shpejt? Që të ftohet dhe të mpiksen lëngjet që ka brenda. Ky është një proces që ndodh zakonisht unë se kisha parë në këtë. Po, ky është një proces që unë kam patur fatin ta shoh nga shefat. Seriozisht? Po. Shikon që kuzhina nuk është aq e tmerrshme sa duket, sa mendove? Mirë, po kur e mendoj që është procesi i përditshëm, pastaj Mirë, ne themi kështu në raste festash, për të bërë një gjë më speciale, se në po njeriu sa vetëm në rast të As mua nuk pëlqen gatuaj në përditshmëri. Kjo është, kështu që këtu ke të drejtë. Atëherë, neve atë salsën që ke bërë, se besh tash prapë që e kemi bërë. Nuk e di pse është era e tretë. Që kjo, si quhet kjo? Ajo është një tip spatule. Spatule. Po. Është era e tretë që unë e shoh edhe më duket si këto fetat e kaçkavallit. Që i gati ta marrë. E themi gati ta marrë dhe Okej. Të gjitha të salsën edhe la hedhim tek Sa nice. Po tani si ta pastrojnë se këtu ka pak mua më vjen keq këtë. Ne do të këtë. spatull për atë, që ta marrim sa më shumë që mos na shkoj dëm. Pak a shumë kështu? Po, edhe me këtë mund ta bësh. Se nuk duhet të lë të iki asnjë gjë, po më duket se unë s'po di ta heq. Jo, po shumë mirë bën. Mateus ne u përqendrua më shumë te gatimi, Po pra sa për çfarë erdhe ti këtu? Sa harruam të të pyesim. Po, ti isha që i përqendruar aty se s'doja të ta prisha në momentin e gëzimit. Faleminderit shumë. Edhe përqendrimit që po bëje atë majonezën tënde. Po. E bën nga duart e Mateus. Do më ndihmosh apo do të mbash këtë? Okej. Shikojnë, pa. Art. A më duket mua, po ju ka dalë shumë gjë e bukur. Dhe edhe shishme, gjithashtu. Shishme pak. Ju besoj që janë shikoni nga ekran. E ndjeni se sa e shishme është kjo, se ne këtu e ndjeni shumë. Po çfarë bëjmë tash? Kështu e kanë thënë. Tani, ti më thej që me pjesën e gatimit nuk je marrë dhe nuk je qef të merresh. Përveç se ndonjëherë shumë rrallë kështu kur më është dashur të bëj ndihmë. majonez. Po jo, po s'ma merr dhe mendja se ndonjëherë do ta gatuaja vetë atë procesin majonezës, edhe ajo që më shpjegove ti në fillim ishte shumë interesante. Domethënë, nuk jam shumë i lumtur që mësova dhe si bëhet majoneza, se kjo mund të jetë një hall më vete tani, po unë vazhdoj të jemi konsumator dhe një dashnor i përjetshëm i tushës. Kështu që ti nuk do heqësh dorë nga tushja. Tushja është Dashuria e ata që parë. më njohin, ata që më njohin e di. Ka dhe disa njerëz që më thonë tushja mirë? Okej, që nga vërtet që nga serioze. Po, që nga serioze marrëdhënia. Okej, me këtë i kemi gati. Tani kjo do bëhet zbukurimi i mishit pasaj kur të... Po, ne këtu do të vendosim, pra me këtë do të dekorojmë pjatën. Mateus jemi gati, po. Se të thash që këtë e bëra unë salset me të gjitha këto, kjo ishte salsa ime. Po tani që po mendohesha, unë harrova se si e bëm salsën, unë se çfarë i futëm brenda, kështu që... Fillon me 3 të verdha veze. Po. Vetëm të verdhat. Vetëm të verdha. Po të bardhën ku e lam ne? Që është tu po. Mostardën. Okej. Hodhëm mbasi e punuam 3 minuta atë mirë. Okej. I shtuam vajin. Po. Vegjetar, që ajo e bëri gjithë atë kremozitetin e mostardës. Për shije, i shtuam açuget. Kishte açuge? Ka që i përqendruar po, açuge me ton, po. Tonin. Po. Prandaj quhet vitello tonato. I shtuam... kjo është vitello tonato, ja? Sepse Po ti është salca që ka tonin brenda. Edhe i shtuam edhe kaperin. Edhe limon. Krip,
piper dhe lëng limoni për ta bërë sa më të balancuar shijen, mos na mbysi vetëm vaj dhe veza. Ka dalë nuk e di, po mua pëlqen shumë Shikon që është salsa ka dalë perfekt. Tani, mbasi e kemi ftohur fileton, do ta bëjmë secili pjatën e vet. Ti ande unë këte, ha? Po. Qa më duke do plas konkurenca të Tu tani hyn arti në Tani do më shpërqendrosh me pyetje ti mua dekori. edhe fiton eksperienca jote në fund pasaj. Jo, unë këtu jam për fituar i ftuari. Unë nëse i ftuari ka fituar, unë jam e fituar gjithsesi. Për morën si ka pjesëmarrja. Tani, po t'jap këtë që është më e rregullt, sepse del forma dhe dekori më i bukur, e shikon? Dhe këtë, Sa tani me cilën fik me këtë? mbasi të ja thajmë pak ujin, do ta thajmë pak më të kartpecetën? Po. Si bashkë, a ti bashkoj shumë bashkë? Po. Që t'ja thajmë sa më shumë ujin. Dhe pastaj do të bëjmë pjatën dhe ti pastaj do më thuash mua kush ishte ushqimi yt i preferuar i Korçës në këtë rast, i nënës, i mamit. Shiko, tani ushqim të preferuar, unë shiko, Kush është ajo receta që ti me zor e pret që ta konsumosh? Shiko, pritës së vërtetës, ne nuk është se kemi gatuar shumë kuzhinë tradicionale korçare në shtëpi. Mami më tepër. E di pse? Për një detaj shumë të thjeshtë. Tani fillojmë prerjet? Po, ne do fillojmë prerjet. Me këtë thikë? Do ta Për një detaj shumë të thjeshtë, që mami im është kujdesur gjatë gjithë kohës që ti gatuaj disa ushqime babit për t'i sjell pak shkodër. Për të mos e lënë kështu. Dhe ne nuk është se kemi qenë shumë tradicional në gatime në shtëpi. Tradicional Ti ke korçar. patur fatin që A jam okay me ke qenë këtë? me Kaq? kuzhinat më të mira. Po, unë do ta prisja pak si diagonal për të krijuar edhe, do me thënë, Jo, unë s'di mera kështu diagonal, unë di mera drejt. drejt i pra, pijem, drejt i pijem. Por fetat duhet jenë sa më të holla. Në rastin e kuzhinës, këto e bëjnë me afetatrice, me ato që pret prosciuton, por ne do ta bëjmë në formën tonë, sepse as zonjat në shtëpi nuk besoj të kenë afetatrice. Ti për shembull ke ngjyrën shumë më të mirë të mishit aty, ndërsa mua më ka ikur. Me mishin u more vetë, unë s'bëra që me mish. Lutem shumë të shi. Ti pjesën tënde e ke kryer me sukses. Mua po të më shikoj shef Mario tash do më vrasë, do t'i bësh shumë të trasha, po si prezot më hall. Se e kam pa mundur që t'i bëj më hall. Unë ndohë ti që kuzhinjerë, një që në dyjësoj. Kur e kuptove këtë? Sa po? Do me thënë që nuk jam bazike, se do ta kishe kuptuar në fillim. Tani këtë të fundit unë nuk e pres do të... Si do t'i bëjmë ashtu? Po ti dekoroj si duash ti. Me kuror, me lule, me gjethe, me nota muzikore. E jam e kështu njësoj si Mateus, nuk e filluar të këndosh? Po, shumë i vogël. Që fëmijë, po thuajse. Ishin që në instiktet e para, kur një fëmijë bën diçka, unë isha afër muzikës. Kur e kuptove veten që zërit nuk ishte thjesht të këndosh për qef, por ishte një zë profesionist, Se kam kuptuar, nuk ka qenë një moment kur e kam apo dikush kuptuar tjetër, vërtet këtë gjë. dikush tjetër ta tha. Po shiko, ka qenë në proces ajo gjë. Unë në fillim kam ndjekur studimet në Liceun Artistik Korçës, pastaj që i vogël, nuk e di, në Shrethana, se kam ndonjëherë jo çdo gjë ti e mban mend, po kur rritesh ti e kupton që ky ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për mua. Unë 11 vjeç, pra shumë fëmijë i vogël. 11 vjeç unë të lutem, se di pse mua më do. Kam zili tani që ajo mishi yt është më i mirë. Okej. 11 vjeç unë këndoja në lokal natë bashkë me Kamila Islamin, me një këngëtare shumë të njohur edhe. Sa vjeç? 11 vjeç. Këndonim këndonim, punonim. Atë ne ishim pjesa warm-upit të një spektakli që dikur bëshe tek Skena Park, te lokali i vëllezërve korçare Endrit dhe Stefit. Dhe ne ishim hapësit e programit. Ju e fillonit. Ne e fillonim programet, po unë kam qenë vetëm 11 vjeç. Në fakt, për nga shtati, për nga fiziku nuk e tregoja këtë moshë, sepse gjithmonë kam qenë kështu fizik madh. Kam gjerë pak nga babi në këtë pjesë dhe
11 vjeç, unë kam qenë për gati 2 vjet aty. Dhe pastaj ishte periudha e etheve që erdha në Tiranë, që konkurova në ethet e sprintës. Kina efe erdhe pas asaj periudhe, pra ti kondoj përpara? Po. Pas asaj kisha përfituar, si me thënë atë, sa mund temi eksperiencë të kënduarit live. Po, është. Edhe kisha një farë kështu, kisha fituar një farë sigurie. Ethet ishin eksperiencë fantastike, ose se shiko, unë isha 15 vjeç në ethe, dhe punoja me njerëz të tillë si Shpëtim Saraçi, Elfet Kaçinari, Zhani Ciko, pastaj njerëzit që bënin spektaklin Pali Kuke, Adi Krasla që ishin. Ne atëherë nuk e kemi kuptuar, unë më vonë e kam kuptuar si çfarë lloj fati që në një moshë të tillë unë kam patur startin me këta njerëz. Pra, si më thënë, kam marrë një master shumë të mirë. Edhe kjo më ka shërbyer pastaj shumë kohë dhe shumë gjatë. Po, për të së vërtetë, ose nuk jam natyrë që i bëj shefin vetes dhe nëse do duhet t'i japim përgjigje asaj pyetjes së kur e kuptove, ndoshta se kam kuptuar akoma. Nuk e, si më thonë, unë jam gjithmonë në provë me veten time. Po pëlqen të bëj gjëra dhe mbi të gjitha më pëlqen të bëj gjëra me adrenalinë dhe me energji dhe të përfshihem në to. Tani, do t'ja hedhim këtë salsa nuk di ta hedhësh tash? Po, do t'ja hedhim sipas dëshirës, unë po ja hedh në këtë formë, sepse mua më pëlqen shumë, pra të ketë goxha salsë. Edhe mua, gjithashtu. Një po e bëj kështu si më hapësh pak atë se është era e parë që e përdor këtë. Po, vetëm nuk do ta shtyp për shumë, se unë ndoshta e hapa pak më shumë se ç'duhet. Ore, çfarë po ndodh me mua? Unë që kam shumë i talentuar, sapo kuptoj. Unë mendoj që ta pjesën e mishit mund t'ja vësh në mes, apo do të më konkurosh. Po tash diçka do ta lej kështu. Jo të plotësuar. Me salsën si isha okay? Shumë mirë ke bërë. Ne kemi bërë ndryshe. Aman, derta më në shpikë të salsë. Ato do t'a paketoj unë, jo. Kjo të rëgëja të shpistër Ajo është e jotja. Besoj njeri. Ajo është e jotja. Tani, kjo është sipas dëshirës, si gjithmonë, por neve kemi edhe, mund ta dekorosh, kemi edhe... A ta dekoroj një sipas dëshirës? Koçimare, apo... Po i vërën pjatë do t'i konsumosh, ta dish? Po tani, për një sekundë se... Shef Mario i bën këtë punë. Koçimaret i ka bërë si gati turshi, pra si të marinuara, dhe kjo ka një shije fantastike që do shkoj shumë me pjatën që ne kemi bërë. Sa nice. Edhe na ngjan edhe bukur, si për festa, por edhe shumë e shishme. Unë po edhe sipas shijes time, se unë i kam shumë qejf këto, ti hidhi sa të kesh dëshirë. Më ndihmo pak lutem se. Po jo se do më thuash pastaj ma prishe pjatë. Po, unë prandaj po ta jap punësinë. Okej. Ja, ty, tash pse aty? A ma le mua në dorë. Kuzhina është art më vete dhe këtu kemi këtë të përbashtën e artit tënd me artin tim. Ç'të të them? Ka dalë mirë se mua më duket vërtet më duket, se di. Tani. Më duket sikur kemi bërë diçka. Unë personalisht, me që jam e fiksuar me vajin e ullirit, do t'ja kaloja paksa. Shefi do më thoshte, po ku e të qonë, ose ka goxha vaj, por është fiksimi im kjo. Kalo dha me ka mua se... E ke fiksimin ti? Ne të bashkët me këtë. Ja, unë këtë për shumë, këtë... Po të kisha bërë këtë të vajt, kam përshtypjen që nuk do ta kisha mundur të ta shpërndaja, kështu se aty aga bojon gjithmonë. Se mi mungon një lule. Lule? Mi mungon një lule. Këtu. Shikon? E shkon që do një lule, po pas ke patur drejt. Si thua? E kemi... Më falë, po pse merr ato ti? Unë të ndeti timen. Ç'të të them?
Na lumshin duart. Ka aromë të mirë shumë. Hajde ta konsumojmë pastaj, se sa e mirë do jetë, edhe se sa do ja ketë vlejtur lodhja. Besoj që është... Edhe guximi yt. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Hajde ta shohim çfarë kemi bërë sot. Salca nuk ka diskutim, po them për mirë. Edhe më thuaj një gjë tani ke. Tani si është ajo fjallia standarde, mua më pëlqen aq shumë kjo pjatë sa më vjen keq sa ta prish të dekorim kaq fantastik. Mos më vjen keq fare se prandaj e kam bërë. Alir. Ja të shikojmë çik tani ç'a kemi kurdisur. Po që pëlqeka. S'mund t'ishte ndryshe. Dhe më besoj që salsa i ka dhënë shumë shije. Po salsa sa ju thjesht mishi i zirë i bie tje. I pa marinuar, i pa. Më thuaj një çik ndryshova pak mendim për kuzhinën të gatuarit apo? Them drejtën ja. Po mirë. Zëre se s'pyeta. Më pëlqen më shumë të jem konsumator, kështu që Na lumshin duart. Tamam na lumshin duart. Ja më jap. Shiko, vërtet. Boll më kritikove. Ti ma shpjegove edhe herë, po unë vazhdoj të mos e mbaj mend si e bëm salsa. Nuk ta them më. Gëzuar? Dal episodi online. Shikoj edhe herë dhe ma shënime. Edhe dërgoj atë të gjithëve që ta shohin se si bëhet. Mateo, unë mendoj që ti mund t'ishe shumë i mirë në kuzhinë nëse do kishe edhe pak më shumë durim. Kjo nuk do me thënë që Në fakt durimi është një pjesë që mua pa durimi, është një pjesë që mua më shoqëron gjithmonë në gjërat që në dukje unë kam pak interes. Dhe është gjithmonë e kundërta në gjërat që mua më pëlqejnë, më japin adrenalinë, për shembull, do të lësh një studio muzikore, do nga mëngjesi deri nesër me mëngjes. Mund të rri me orë të tëra dhe nuk e kam problem. Kohët e fundit pak problem, po e di për shkak të ndoshta për shkak të lodhjes, për shkak të konsumimit, në kuptimin të nervave, në kuptimin e mirë të fjalës, pra kur ti je me orë të tëra në punë, ai qëndrimi në studio bëhet pak i lodhshëm, por një përqindje të madhe në studio më ikën ora dhe mund të ri për shumë më ndodh shpesh për shembull që shkoj rreth orës 12:01 të drekës. Edhe na ka ndodhur shumë shpesh, shumë shpesh që kemi dalë në orën 4-5 mëngjesit të ditës tjetër. Me disa seanca pushimi, kuptoj, me një kështu. Po prapa del dalin pak për ajër, kupton, po pjesa më e madhe e kohës është me orë tëra dhe unë nuk kam në pjesën më të madhe të rasteve nuk ndjej lodhje fizike, thjesht ndjej lodhje si thuhet ndryshe, lodhje për shkak të emocioneve, për shkak të adrenalinës të harxhuar, për shkak të gjithçkaje. Mbi energjia. Po, është vërtet ajo që në gjërat e tjera nuk kam shumë durim. Një dua gjërat të ndodhin shpejt. Jo për t'i mbaruar, se sa bukur që të bëjmë ato që na pëlqen të bëjmë se nuk e ndjen as lodhjen, as orën, as kohën. Unë përgjithsisht jam edhe shumë natyrë që ndikohem nga energjia. Edhe në shumicën e rasteve, jo nga energjia që më japin të tjerët apo nga, por nga energjia që unë duhet t'i jap diçkaje që nuk e shoh me shumë interes për veten time, në këtë lloj forme. Si impenjim. Nuk jap dot energji diçkaje që në thelb mua nuk më intereson, me pak thënë, edhe nëse do shprehesha hapur fal. Shumë hapur. Kështu në episodi jon bash do të jepet një ditë përpara vitit të re. Ku do të gjejmë festat, koncertet, impenjimet? Pak a shumë çfarë ore transmetohemi? Ne transmetojmë gjithmonë në 7 të darkës. Në 7 të darkës. Datën 30 dhjetor në 7 të darkës unë duhet të kem me shpresë dhe me lutjen Zot që duhet të kem gati 2 orë që mund të kem arritur në Detroit, në Amerikë. Do të bësh koncerte atje? Do të jem natën e vitit në Detroit, do të jem datën 1 janar në New York. Në datën 2 janar do t'jem në Chicago, udhtoj në datën 3 janar për Shqipëri dhe në datën 4 do t'jem në Idasën e Elbasanit. A, më japton më shumë? Do të nga Chicago, kthehemi. Me kalendarë me agent të mbushur. Në Detroit do shkosh te kushurinë e mi, në New York do shkosh te familja ime, kështu që sa bukur. Shiko, unë prirë së vërtetës, e thënë në këtë lloj forme që do t'jem këtu, do t'jem aty, do t'jem. Për këtë do mund të gjej shumë bukur, mund të gjej shumë nice. Po më besoni që në ato data,
Dhe në kaq pak kohë sa unë kam për t'i realizuar të paktën këto 3 koncertet që kam këtë vit në Shtetet e Bashkuara, u ngel shumë pak kohë për të parë qytete, për të takuar njerëz, për eksperienca, kuptimin personal. Për shembull, unë në Chicago s'kam qenë asnjëherë. Unë në Chicago s'kam qenë asnjëherë dhe nuk më del koha për të parë asgjë, në kuptimin sa mund të shoh një xhiro me makinë, po nuk mund ta shoh dot atë vibe-in e qytetit ose të shtetit ose të energjinë që ka ajo, sepse nuk më premton koha. Dhe çdo gjë vjen e tillë. Kjo nuk do të thotë që mua nuk më pëlqen kjo gjë që bëjmë. E shijoj shumë. Edhe po më besoj që meqense ti e the që ne jemi me regjistrim, që gjithë muaji dhjetor është shumë i ngarkuar me aktivitete, është i ngarkuar me festa private, me performanca në klabe, edhe është i bukur po dhe i lotshëm në ditën e kohë. Bashkangjitur me këtë dhe duhet ta them sepse ndoshta nuk do më pyesësh. Unë jam duke punuar në të njëjtën kohë paralel edhe në Teatrin e Korçës, një projekt që do të shfaqet pothuajse në fund të dhjetorit. Pra një ditë mbas premierës unë do të nisem për në Amerikë, që do të jetë një musical me aktor edhe me këngëtar shumë të mirë. Do të jetë Notre Dame de Paris. Sa bukur, që duhet vinë patjetër të ta shohim. Unë do të kem një periudhë relativisht konsiderueshme qëndrimi në Korçë me prova shumë intensive, e me udhëtime në ditën kohë brenda natës për të shlyer edhe këto ose për të bërë edhe këto aktivitete dhe mia tjetër, kështu që do të jetë një muaj i ngarkuar. Po prapë është i bukur sepse kjo është ajo gjë që unë kur kam qef, kur dua diçka dhe kur kam qef e bëj me shumë energji. Të pyeta, kur po flisnim se çfarë donin gatuanim, të pyeta çfarë bën ti, çfarë është një gjë që ti e bën, kur them ti, familja jote, në raste festash që ta sillnim. Dhe më the, e di sa kohë kam për i bërë festat me familjen. Festa. Domethënë, që e kuptueshme. Domethënë, e vërteta është që në moshën 11 vjeçare që kur kam që përmenda pak më herët. Unë tani jam shumë shpejt e ke filluar. Unë tani jam 35 vjeç, edhe që në moshën 11 vjeçare unë nuk e di se ç'do të thotë ti jesh natën e vitit 3. Po, vetëm i vit 3 e kam bërë me familjen, që në mos gaboj ishte viti i parë i karantinës, pandemisë. Ajo pandemia që e pam të gjithë kështu si negative, por ajo i solli familjen dash. Dhe ajo ishte gjysmë tash. E kemi shkelur dhe neve pak atë periudhë, po le ta themi, dhe ajo ishte gjysmë feste me familja, sepse unë përpara orës 12 s'kisha asnjë angazhim, po kisha nga ora 2-3 natës një angazhim tjetër kështu në prive, në një ambient, edhe po prapë edhe atë natë mund desh televizja, po e kam shijuar atë deri nga ora 12-1 e kam shijuar po në familje. Dhe kjo ndodhte mbas shumë vitesh. Nga ndonjëherë, për fatin e keq, edhe familja ime detyrohet që mos i japi atë rëndësinë shumë të madhe natës vitit të ri, po të presi atë javën e parë të janarit, kur unë ke mundësi të shkoj në shtëpi, që të mblidhemi të gjithë. Më vjen keq, po do të shpeshet. Festa është kur familjarët janë bashkë dhe nuk ka rëndësi se çfarë date dhe dite është. Kush është një nga ato momentet më të bukura të koncerteve apo të karrierës tënde, një moment shumë emocional që ty të ka mbetur në mendje? Të koncerteve ka disa, po nëse do të kujtoja momentet... Që janë improvizuar, ato që janë pa plan. Shiko, nëse do të kujtoja momentet, se me thënë që kanë shënjuar këtë gjë që unë jam sot, jam për shembull disa, patjetër janë disa, nuk mund të jetë asnjëherë vetëm një. Paktën mua kështu ka ndodhur. Po kujtoj për shembull fëmirin, që unë konkuroja në festivalin e fëmijëve, edhe aty ka patur një konkurrencë midis 2-3 fëmijëve, kush do ta merrte çmimin e parë në festival fëmijësh. Edhe ajo gara midis ne të treve ka qenë aq e bukur, kur e mendoj sot, po atëherë ka qenë e ankthshme, ka qenë shumë, do të thënë ka qenë me tension. Pra çka këngë ka ai, çka këngë solli ajo, po ai ka më të bukur se këngën time, apo nga këto gjëra, kur kujtoj tani them okej, tani mund të ndodhin sepse ti ke përgjegjësi tjetër edhe ke tjetër eksperiencë. Dhe e përjeton ndryshe ti tani. Po që fëmijë është pak e veçantë për ta kujtuar, edhe e mbaj mend që e kemi përjetuar këtë lloj. Madje me njërin prej tyre u takova para disa kohësh edhe po i kujtonim këto. Desha të pyes, edhe dy të tjerët e kanë vazhduar karrierën apo? Një vajzë jo, ndërsa një djalë po, Bledi Polena quhet, është këngëtar nga Korça që kryen aktivitetin e tij si këngëtar, edhe po i kujtonim këto eksperiencat tona të fëmiris tonë. Pra në thonjza këtë konkurencën tonë që atëherë. Pastaj, diçka speciale që ka shënjuar
si me thënë, karrierën time muzikore ishte ajo puna e vogël 11 vjeçare sepse me një eksperiencë. Pjesëmarrja në EFE ka qenë fantastike. Studimet e larta për aktrim në moshën 18 vjeçare kanë qenë Se ka ndihmuar aktrimin këtë pjesën e Ka ndikuar, shiko, të kënduarit? unë nuk jam në gjendje për të thënë sepse unë nuk jam investuar shumë në teatr, si aktor, edhe njerëzit nuk është se më njohin shumë si aktor. Shumë pak njerëz. Në fakt asë nuk e di që ti ke Por edhe unë nuk jam në për gjendje. aktrim. Unë nuk jam në gjendje për të thënë çfarë aktori jam, në kuptimin e vërtet fjalës, pa i dhënë vetes diçka që unë nuk jam i sigurt. Por Akademia e Arteve mua më ka shërbyer më së shumti për mua si Mateus, për natyrën time, për të formuar artistikisht, po dhe për të formuar personalitetin tim si njeri. Nga ndonjëherë kujtoj që ne kishim një përditshmëri për të pirë kafe me disa njerëz dhe disa personalitete të artit shqiptar. Po jo çdo kush e ka këtë luks që të nis ditën duke pirë qoftë edhe i kafe në mëngjes dhe pastaj për të vazhduar Ndar studimin. biseda me ndihme. Me pedagogët tanë, unë ka patur pedagogë të jashtëzakonshëm, duke filluar që nga Niko Kanxheri që nga Gazmet Gjoka që ka qenë një udhërfyes i jashtëzakonshëm në akademi. Kemi qenë prezent për korridore me pedagogë të tillë si Timo Floko, Birqa Hasko. Edhe merrnim nga kjo energji kaq profesionale. Eksperiencë tjetër pastaj që unë kujtoj nga kjo pjesa ime si këngëtar, ka qenë bashkëpunimi me Bujar Shamili, që më hapi një derë të jashtëzakonshme suksesi, edhe pjesëmarrje në shumë aktivitete. Shumë të bukur dhe shumë Ajo ishte një derë që, shiko, mua më pëlqen ta them hapur. Unë nuk dua më të konkurroj raktakun. Po sot e kuptoj se sa e vështirë është për të bërë një këngë të suksesshme si raktaku, po jo një këngë si raktaku, po një këngë të suksesshme. Ketë një impakt. Që të kenë shumë e vështirë. Përfshirja. Ndoshta nga njerë kur e kërkon nuk e gjen asnjëherë, ndoshta duhet ta lejosh veten të jetë sa më qenia, imagjinata, krijimi duhet të jetë sa më pa tension që të vijë diçka e bukur. Por ky ishte një moment që unë e shënjoj kështu, bashkëpunimi me Bujar Shamilin. Pastaj ka eksperjenca pafund të bukura. Shka që një njeri që ka ndikuar në perceptimin tënd për artin? Edhe këtë rast ka disa. Shiko, i pari ka qenë babi. Babi, pavarësisht faktit që është gazetar, ka patur në rininë e tij dhe në gjithë jetën e tij ka patur shumë kontakte dhe miq të rëndësishëm të artit shqiptar dhe të muzikës. Dhe fëmijë më ka folur gjithmonë historitë që i lidhte me ta. Në një farë mënyrë më ka dhënë një drejtim, po më vonë ishin EFE-t, ishte Shpëtim Saraçi, më ka qëndruar shumë afër, nuk e di patëm një lloj bashkëpunimi shumë të bukur në EFE-t të Spremtës, i cili vazhdon edhe sot. Unë shumë shpesh shkoj në studion e profesor Shpëtimit për bashkëpunime të ndryshme, në rastin konkret ndoshta edhe për të bërë back vokale, pra për këngët e tjera, për të bërë zërat e tjera, zërat mbështetës. Më vonë më duhet ta them edhe këtu duhet të qëndroj në kuptimin edhe si mirënjohje, edhe si respekt, edhe si një gjë që unë nuk e harroj asnjëherë, ishte Kledi Baiti. Kledi Baiti që bëri këngët më suksesshme për mua, duke filluar që nga Raktak, që nga Hopa, që nga Sylim Qesh, nga Muza Ime. Të gjitha këngët që shënjuan fillimin e një karriere të mirë, të mbarë për mua, që unë kam të vështirë tani ta mbaja të hapë, sepse është shumë e vështirë, ishte Kledi Baiti. Dhe jo vetëm fakti që ai bëri këngë për mua, po fakti që ai dha shumë kohë nga jeta e tij për të udhërryer jetën time artistike, në kuptimin edhe me këshilla, edhe me punë shumë cilësore. Unë jam shumë i njohur Kledi Baitit. Edhe një lloj mentorimi që Po tjetër ka qenë gjatë shiko, ai ka qenë një lloj kujdestari, qoftë edhe për një story që unë hidhja në Instagram, më merrte gjithmonë, më thoshte, "Ore, çeke këtë që ke hedhur." Thoshte, "Na hodha për shef, po hiqja burr thosh." Po hiqja, po çeke këto. Se nuk të përfaqëson. Po hiqja çike këto, më thoshte më, edhe hiqja, pastaj mendoja, po ky tash pse ma thotë. Analizoje. Edhe pastaj kuptoja që okay, gjithçka bëhet për të mirën time. Ka shumë njerëz që unë dua të jem mirënjohës. Niko Kanxheri ka qenë pedagogu im në Akademinë e Arteve, ka qenë njëri që unë kam marrë shumë prej tij. Nuk e di sa më ka dhënë.
Pra sa i dedikuar ka qenë ndaj meje, por unë kam marrë shumë prej tij. Ti ke qenë ai që vë mend shumë. Unë kam marrë shumë prej tij dhe jam bërë më i vetëdijshëm, jam bërë pak më serioz në procesin e punës. Për ato punë që mua më interesojnë gjithmonë. Po që ka shumë njerëz që janë të rëndësishëm në jetën time që kanë ndikuar në kuptimin e jetës time artistike. Kush është ajo kënga jote që ty të bën të ngrihesh shpesh? Që ty ta ka ndryshuar edhe rrjedhën, por është ajo kënga që ti vërtet ta mbush shpirtin dhe thua ky është ai projekti që... Tash nëse do që ti jem vërtet shumë i sinqert, kënga më e suksesshme që unë kam bashkëpunim me Beshamilin është Raktak, që të gjithë njerëzit e këndojnë, kërcejnë, por unë duke kënduar kudo dhe duke qenë prezente gjatë gjithë kohës me mua e këngë në çdo fest, unë pak jam bërë pak i ftohtë me atë këngë tani. Duhet stoposh një farë kohe të gjatë. Ju ndodh disa njerëzve këngëtarëve që kanë një këngë shumë super të suksesshme, që publiku e do gjithmonë atë këngë, dhe ata thonë, "Oh, prap kjo këngë." Prap të këngë. Oh, prap, ne. Po Raktak nuk mund të them që më është mërzitur në kuptimin që nuk e dua si këngë, patjetër që e dua shumë. Po my favorite është Synim Qesh. Synim Qesh ka qenë vërtet një këngë që unë kam kënduar mbas Raktakut, është postuar ose publikuar mbas Raktak, po për mua është një këngë që është nga ndonjëherë duket sikur është bërë fiks për mua ajo këngë. Edhe melodikisht, edhe pjesa e orkestracionit, edhe pjesa e tekstit, edhe interpretimi, ajo vërtet më duket sikur është një këngë për shtratin tim, për atë që unë kam mundësi të bëj muzikë. Sa bukur kam folur, Gëzuar. gëzuar me verë, po. Se me ujë nuk bëjmë do të gëzuar. Të gjithë do ishim kurioze unë e para, nëse Mateos nuk do të këndonte. Kush do të ishte profili, profesioni yt? Tani nuk e dia, do ishte profesioni i parë ajo që unë vërtet kam studiuar, pra aktrimi, teatri, mbi të gjitha teatri, ma nuk kinematografia nuk është se më ka dhënë ndonjëherë emocion. Sheshgjërimi nuk më ka pëlqyer ndonjëherë. Madje edhe kur jam videoklipe për këngët e mia nuk ndihem shumë komod në sheshgjërim. Nuk duhet të futesh të impostosh pak ndryshe. Nuk më pëlqen shumë sheshgjërimi. Nuk jam natyrë e tillë. Teatri po. Fikën dritat. Teatri është magji më vete. Është sirë e madhe, ti ke punuar pafund për atë moment dhe gjithçka ndodh live, ajo ka tjetër emocion, është tjetër gjë. Po nëse nuk do të këndoja, nuk jam i sigurt nëse do të bëja vetëm teatr apo jo, po t'jap një detaj që mua vitet e fundit edhe kohët e fundit më kuriozon, më pëlqen dhe deri diku kam bërë disa hapa drejt kësaj gjëje. Më pëlqen shumë biznesi i real estate-it. Më ngacmon shumë si dinamika. Pra, tregu, se si po shkojnë gjërat, se ku ngacmon kjo gjë. Mendoj që në të ardhmen do të kem një energji që do ta çoj aty. Se kur, se si do të jetë, se kur do të jetë, se me kë do të jetë, se në çfarë periudhe të jetës do të vi, nuk e di, po her pas here me miq edhe më rrethojnë disa njerëz në jetën time që bëjnë këtë punë. Bisedat janë gjata dhe janë interesante gjithmonë. Më pëlqen kjo si biznes, më ngacmon. Pra është diçka ngacmuese. Unë nuk jam shumë natyrë për lekët, nuk mos. Shumë tepër sfidë personale. Unë marrëdhënie me lekët e kam çik çuditshme. Për testuar veten dhe aftësitë tua. Nuk jam fare me njerëzit. Po, mua më pëlqen nga që kam qejf edhe komunikimin, edhe më pëlqen të kem sfida. Edhe më pëlqen të fitoj, po jo të fitoj kuptimin të fitoj lekët. Më pëlqen të kem të fitoj. Çfarë do t'i thoje Mateusit të vogël? E kishe menduar ndonjëherë se çfarë përmasash do të merrte Mateu si artist? Karriera jote, lëvizjet, koncertet, e kishe këtë imagjinatën kur ishe fëmijë, e kishe menduar ndonjëherë veten, imagjinuar, manifestuar, i themi nëse. Ja do të them diçka. Do të tregoj një histori shumë të shkurtër, më duket se ta thash pak përpara se nuk jam shumë i sigurt. Para disa ditësh, dikush në lagjen time që përshëndetemi, salutohemi. Edhe ai si duket ka një aktivitet ulët gjatë ditës, pra nuk është shumë aktiv. Pra është një moshë të tillë që tash është në pension edhe po mua më pëlqen ta salutoj, ta përshëndes sa që takohemi aty në lagje. Edhe midis fjalive më tha një moment që nuk shtyhet dita, tha, nuk me zor ecën dita. Ndërkohë që mua dhe shumë të tjerëve si unë
Po duket sikur po na ikën dita në mënyrë të shumë shpejt, erdhi prapë viti i ri. S'të mjafton koha. Pra unë kur e mbaj mend ku kam qenë vitin e ri që kaloi dhe ku do jem këtë vit, më duket sikur ka kaluar 1 muaj gjysmë, 2 muaj, po jo më shumë. Pra po ecën shumë shpejt. Dhe një këshill që do t'i thosha Mateusit të vogël, do t'i thosha, do t'ja trisha veshin shumë për një periudhë shumë gjatë jetës tij që ka qenë kështu ha se ka kohë. I ka marrë gjërat pak. Më thënë, unë motorët e mi artistik i kam ndezur nga mosha 27-28 vjeçare. Ndërkohë që nga mosha 15 kur unë dola në jetë dhe deri 28 vjeç unë kam qenë shumë kështu i menaxher, se ka kohë. Me qetësim. Me një qetësi jo shumë garuese në kuptimin me veten, mbi të gjitha dhe pastaj me të tjerët. Jo më shumë objektive. Kjo është një gjë që unë nuk ja fal vete sepse duhet kisha filluar pak më herët këtë ritëm që kam sot. Jo se sot nuk e përballoj dot, po do benefitet ose ajo që unë dua të kem në jetën time do të ishin drejt më finalizimit tani në këtë moment. Kështë dhe një mesazh shumë i bukur në fakt për kalon shumë shpejt, mua të paktën nuk shumë duket. Moshat e reja që mendojnë sigur kanë gjithkohën e botës në dispozicion. Unë them gjithmonë që koha që është atëherë, ai potenciali, energjia, truri që ka hapësirë dhe i pa ezauruar. Tani bëhesh pak më selektiv, jo për shkak të moshës, jo sepse ti prap nuk e shoh të tillë, po bëhesh pak më selektiv sepse gjatë ke përfituar disa eksperjenca dhe ti e di çfarë duhet dhe çfarë jo. Nuk jemi në fazë. Ndërsa një moshë pak më të re ti e jepi. Kjo është një gjë që unë kur e mendoj ndonjëherë them duhet të kisha thënë gazet çik më shpejt në atë. Kushto ishte ai dueti që do të pëlqente dhe ta bëj edhe se ke bërë akoma, një duet me një artist që ti e vlerëson përmbase edhe që ju rrin shumë mirë profili me Përgjigjen e kësaj pyetje, kush është interesuar tash? Nuk është se po bëjmë sikur gjithë po presin përgjigjen time, po kush është interesuar? Nëse deri në shkurt nuk ka parë bashkëpunimin tim të radhës, do thotë që nuk është bërë ai bashkëpunimi i mirë ndërsa unë po jo këmbgul, po bisedoj me artisten në fjalë për të padur një bashkëpunim dhe ideja është që rreth muajit janar ose shkurt ne ta finalizojmë këtë projekt. Po nëse nuk bëhet, për shumë arsye, te ndonjëherë bashkëpunimet tani e di pse nuk po bëhen se ne dy nuk duam të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, po nuk na përputhen projektet që kemi, nuk na përputhet koha, nga ndonjëherë nuk përputhen energjitë e palëve të treta, nga ndonjëherë për gjëra banale, po sa lek do fusësh ti në një projekt, sa lek do fusë unë, po kush do ta marrë në çfarë kanali do irret nga ato gjërat mbrapa projektit që nuk arrin nga ato bisedat nga ndonjëherë që më duken. Sepse unë muzikën e shoh adrenalin, unë e kam parë ndonjëherë edhe si biznes, për të vërtetës, po shumë si adrenalin, si qef, edhe çdo bashkëpunim. Pra çdo bashkëpunim kam parë si një eksperiencë që ne ndajmë të dy me njëri tjetrin. Edhe shpresoj që edhe ky bashkëpunim që unë po planifikoj të bëj, të jetë në muajin janar ose shkurt, maksimumi shkurt. Ndërsa për këto projektet e reja në këtë dhjetor nuk do të kem mundësi të publikoj diçka të re sepse kam menduar që duke qenë muaj shumë i ngarkuar produksionesh, pra gjithë artistët bëjnë kolazhe që dedikojnë festave, kolazhe popullore, nxjerrin singla këngë të reja, do të jetë e di që do të jetë shumë i ngarkuar si treg, si hapësirë dhe kam preferuar që të jem pushim në muajin dhjetor për të nisur vitin 2026 me disa projekte që unë i kam në mendje, i kam në studio, i kam demot edhe besoj që janë këngë të bukura. Do marrin jetë. Të ktheva përgjigje më duket edhe kemi në një plan të ri. Po, se ishte pjesë kemi në një këngë të ri. Pjesë edhe ajo. Po unë s'të ngacmova fare dhe s'të pyeta fare për jetën tënde personale. Tani ti mendoj, kjo nuk do të thotë që s'do të pyes. Aq mirë bëre sa. I gjatë kohës që ti po flisi, unë se kisha fare këtë pyetje janë për ta bërë. Po, më erdhi shumë natyrshëm të një njeriu që ka realizuar veten profesionalisht dhe është në një moshë të caktuar dhe më erdhi shumë natyrshëm të pyes se menduar ndonjëherë vetë baba. Si do ishte, se më duk ai personi që tani vërtet ka ato nervat për t'u përkushtuar. Jam fiks në një moment të tillë që dua të kem një adresë në jetën time dhe ajo adresë është një fëmijë. Pra dua që çdo gjë që unë bëj në jetën time sot të ketë një adresë, duhet të ketë një Nëse deri më sot nuk ka patur. Jo, po ka tjetër kuptim. Merr tjetër traj. Adresa për mua kur ti e di ku po shkon edhe e di për çfarë po e bën edhe di kam nevojë ta kem këtë, por çfarë më takon mua?
Unë po e bëj. Tani. Është shumë e bukur dhe bëra mirë që të pyeta, Mateos. Ja dhon të përgjigjesh shumë sinqerisht. Ishte shumë e bukur. Ne jemi tek pyetja finale, nuk do të ngacmojmë më, nuk do të mbajmë. Sa zarfet kuqa ty, çfarë është ajo? Ajo a them për mua? Kjo është pyetja finale e jona. Pra unë duhet të zgjedh një nga ato? Po. Unë ju përgjigjem të treja, se kam problem fare. Po, ti nuk e ke fare problem. Po lexoj një të parën njerëz që të shohim. Ne kemi edhe një shot rum që mund ta mbyllim. Edhe pra nëse nuk përgjigjem të pi kështu. Si të kesh dëshirë, por ato që nga pyetjet vështira. Gjithsesi, ja, nuk janë aq të vështira. Ua. Ose më habi dhe ka që vështirë. Ua, po është e bukur, po është, si ta them tash, si e ke shkruar në telefon numrin e partneres. Edhe kur është kënduar nga këngëtarja Kesi Tola në këngë magjike, kënga Tim ke mua. Aja ka qenë ndër këngët më të bukura që ka bërë atë vit në festival Flori Momajesi. Edhe unë e mbaj mend atë këngë që jo shumë, po pak diçka kam dëgjuar përpara se të publikoheshte në këngë magjike, sepse ishin pjesë e studios atëherë, diçka kisha dëgjuar si demo, edhe më qëndronte si motiv gjithkohës tim. Edhe më pëlqen shumë e këngë, ja kam thënë dhe Kesit, ja kam treguar. Në telefonin tim emri i partneres është Më ke mua. Emër më të veçantë nuk mund të ishte dhe mesazh më i bukur nuk mund të ishte. Gëzuar. Tani këtë do ta gëzuar edhe të uroj shumë suksese, shumë kënaqësi që isha në Food Lovers. Gjithashtu. Po ti po ke gotën. Si një food lover i vërtet që je. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe të uroj shumë sukses. Ishte kënaqësi, energji shumë e mirë. Në gjithë projektet që ke brenda vitit, por edhe në fillim vit, do të ndjekim me shumë pasion. Shpresoj, vetëm ka gjë ditë them, nëse duhet të bëj një, jo urim, por nëse duhet të bëj një të them diçka, se nuk e di a do të jetë dur apo jo, është që shpresoj shumë që viti 2026 për mua personalisht të jetë një vit që do më bëj që gjithçka çfarë dua dhe gjithçka çfarë un kam dëshirë të bëj të realizohet. Se ndonjëherë jo gjithçka realizohet për shkak të planeve të personave të tjerë, gjithçka. Gjëra që zvaren nga ne. Do doja shumë që në 2026 atë ishte viti që mua do më realizoheshin dëshirat edhe ëndrat. Çfarë më ngelet mua në dorë do bëj maksimumin. Dhe pse jo dua t'i them të gjithë njerëzve që të ndërojnë dhe mbi të gjitha të plotësojnë dëshirat e tyre në jetë, sepse është shumë e bukur kur ti realizon ëndrat e tua dhe i kthen ato në kujtime pozitive. Unë deri më sot kam kujtime shumë të bukura sepse kam thënë që këtë gjë e kam dashur dhe e kam bërë dhe e kujtoj. Edhe është gjë shumë e rëndësishme. Pastaj për më gjatë din vetë gjithë se kush, edhe unë e di vetë se çfarë do bëj. Unë përgjigje. Hajde gëzuar. Suksese. Edhe për një vit të mbar edhe të begat për të gjithë shqiptarët anë mban botës. Gëzuar. Ishte shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që erdhe. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.